Hej, a e dini rëndësinë e ndrimit të gomave të dimrit në autoverës? Ja 4 arsye që duhet t'i dini. Së pari, siguria në rrugë. Gomat e verës ofrojnë një kapje shumë të mirë në asfalt, qoftë i thatë apo i lagësht. Kjo do të thotë freni më i shpejt dhe më i sigurt. E dyta, kurseni karburant. Gomat e dimrit janë më të buta dhe krijojnë më shumë fërkim, që do të thotë më shumë harxhim. Me gomat e verës, vetura juaj do të jetë më efikase dhe më ekonomike. E treta, zgjatni jetën e gomave tuaja. Nëse i përdorni gomat e dimrit në verë, ato konsumohen shumë më shpejt. E katërta, komoditet dhe performancë më e mirë. Gomat e verës janë të dizajnuara për temperaturat e larta, duke ju ofruar një vozitje më të qetë dhe më të qëndrueshme. Pra, mos prisni më, ndroni gomat e dimrit me ato të verës dhe shijoni një vozitje më të sigurt, më të rehatshme dhe më ekonomike. Eurogoma, siguria nuk është lojë.